Të riktheheshim në fakt tek 7 marsi, për shkak se kemi një tjetër video nga qytetarë me sa duket ka një përqendrim të lartë të krimeve zgjedhore tek ajo shkollë. Le ta ndjekim videon dhe të rikthehemi. Të shoqërojnë votuese për gjëra administrate. Unë jam administrat. Po je administrat. Ku gjeje? Ha? Do ta nxjerr nga Albania që jam administrat. Mu largo mos e prek me dorë. Po prek fare, largo. Prek fare. Ti po prek. Mos po. Super skandal. Po pra do ajo mos të prek. Të preka fare, të preka. Fotografi të Ore, pse u treme ti? Fotografia e Tiranës, fotografia e tij që është në Burg. Prisha planet unë ti bes. Shikoni këtu ç'a ndodh. Të shoqërojnë votuese. Mos i preki me dorë pas. Unë jam administrat. Po je administrat. Ku gjeje? Ha? Do ta nxjerr nga Albania që jam administrat. Mu largo mos e prek me dorë. Jemi në qendër votimi. Prek fare. Tati 0. Vazhdoj. Vazhdoj. Po pra do ajo mos të prek. Të preka fare, të preka. Rregullora thotë që Ore, pse u treme ti? Tu vazhdoj. Apo shqetësove. Çat prisha planet unë ti Tu vazhdoj. Tu do të bëhet votimi urgjent. Të shoqëruar. Çdo skelje, këtu s'ka as numra asgjë. Unë jam administrat. Po je administrat. Ku gjeje? Ha? Do ta nxjerr nga Albania që jam administrat. Përzullon votimin. Largo mos e prek me dorë. Po prek fare, largo. Prek fare. Ti po prek. Ja po shëna votimi. Mos po afro mua. Mos po afro. Po pra do ajo mua. Rikthehemi në studio miq të dashur pas këtyre pamjeve që do donim mos t'i shikonim në këtë proces elektoral. Megjithatë ishte Eda Grimçi, drejtuese e një prej njësive të rëndësishme të Tiranës, njësisë 8. Ndërkohë informohemi gjithashtu në rrugë operative se duket se ka pasur një koalicion deri dje ndoshta të heshtur, por tani më edhe praktik dhe të zëshëm mes Partisë Socialiste dhe Lulzim Bashës nëpërmjet kandidatëve dhe eksponentëve të tyre veçanërisht në këtë zonë, për shkak se me sa duket kanë vendosur të krijojnë një lehtësi për njëri tjetrin në këtë ditë. Por ndërkohë që ndjekim pamjet sërish nga 7 marsi, do të kemi sigurisht edhe pamjet të tjera brenda qendrës votimit, se edhe kolegët tanë janë nisur në mënyrë urgjente dhe aty njoftojmë nga të tjerë qytetarë, kam dhe foto madje për kopshtin Nën Tereza, pasi patronazhistja e Partisë Socialiste me emrin me iniciale N kontakton çdo person që shkon të votojë. Në qafë mban një dokument të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kam dhe pamjet, nuk e di nëse regjia mund t'i kaloj këto në transmetim të drejt për drejt, por sigurisht, siç tham edhe më herët, miq të dashur, duket se ka një vigjilencë më të lartë nga ana e opozitës ditën e sotme për të mos toleruar skenat e ndodhura në 2021 ku patronazhoi vota në hyrje të qendrave të votimit dhe nuk shohim tolerim nga ana e opozitës për të pasur një manipulim dhe ndikim tek elektorati. Ndërkohë, siç u thash, do të kemi të tjera pamje dhe video pikërisht nga kjo zonë. Sigurisht ka pasur deri në këto çaste. Kjo është brenda oborrit të qendrës së votimit, brenda rrethimit, domethënë. Është e njëjta punonjëse e denoncuar më herët. Ja po shëna votimi. E cila në fakt nuk do duhej as të qëndronte, as të Jemi përballë një super skandalit. Jemi në qendra votimit këtu. Dakor, të miq të dashur, kjo është situata nga Tirana deri në këto momente. Un kam ende denoncime që do doja ti përcjellja. Sapo votova në Berat në qendrën e votimit 3270 fraksion 1. Antarët e qendrës votimit nuk e konfirmuan identitetin tim duke kontrolluar kartën e identitetit, por vetëm operatori i PEI e skanoi dhe aq. Kjo ngre dyshime nëse dikujt mund t'i merret karta e ID-s, mund të votojnë të tjerë. Në emër të tij sigurisht që është një shqetësim ky që qëndron, ndaj edhe do të verifikohet edhe nga kolegët tanë. Por pak më herët raportuam për shkollën e Minduraku, miq të dashur, dhe një shkelje flagrante kjo, jo vetëm për ditën e zgjedhjeve, por edhe më gjerë se aq, Andi Llabuti ka shkuar më një herë aty. Po Flavio, ndodhem në shkollën 9-vjeçare e Minduraku, këtu ku është dhe qendra e votimit 1833 fraksion 1. Më raportuan se këtu ka shumë persona civil që futen brenda ambienteve të votimit, dalin, po ashtu qëndronin tek hyrja pas shpinës time, po ashtu dhe tek porta e hekurt jashtë dhe në për kafe. Ato kanë bëjnë një ruajtje apo një shikim sikur të skanojnë. Madje nga informacioni që unë mora nga komisioner brenda na thonë se ne disa nga komisionerët nuk na kanë pajisur dhe me baxhin përkatës të votimeve
si vëzhgues. Këtu na ka zënë paniku, na ka zënë tmerri, thanë ato, sepse nuk shtrojnë një farë presioni psikologjik me prezencën e tyre dhe me mënyrën se si ata shikojnë. Pra ata hynë e dalin në mënyrë të çrregullt dhe shumë të tensionuar. Dhe kjo që përçohet dhe tek votuesit dhe tek vëzhguesit. Për cilët ke votuesit dhe te antarët e QV-ve? Po. Kanë informacion që kam nevojë për pamje të fillimisht Andi nga brenda shkollës për të parë këtë propagandë që zhvillohet live edhe pse është e murosur. Patjetër, tani. Na ndihmon me pamjet pas pak Andi Labuti bashkë me operatorin i cili e shoqëron, jemi tek shkolla Minduraku, po ku me sa duket informohemi edhe nga qytetarë tjerë që ndodhe e njëjta gjë si tek shkolla 7 Marsi, patronazhim me punonjës administrate që qëndrojnë në vende të palejuara, në distanca të palejuara, duke intimiduar, presionuar, rikujtuar ndoshta edhe qytetar për mënyrën se si duhet të veprojnë. Andi, na i komento pak fotot dhe pamjet që sheh. Si që nuk e dini se... Po, na ja da të qomë, po. Sapo. Atëherë, votuesit po presin nëpër korridore që të votojnë, ndërkohë ka dhe lëvizje civil edhe nga ato të pajisur me këtu jemi në një qendër votimesh, është situata këtu ndodhet e qetë. Më duhet të shoh Andi nëpër korridore nëpër korridore. Qëndrojmë në korridore, a janë fotot e Ramës dhe Veliajt, a duket ai si një muze kushtuar mazhorancës dhe ish mazhorancës në Bashkinë e Tiranës, e cila në fakt i ndjek këto pamje nga burgu i Durrësit. Të lutem ndihmoj edhe me kameramanin nëse janë ato. Ndërkohë ka filluar, miq të dashur, që para 15 minutash denoncimet për fshirjen e bojës nga anë të ndryshme dhe të Shqipërisë dhe me sa duket ka një vazhdimsi, problematika me bojën fshihet me njëherë në Korçë, në Tiranë, gjithashtu edhe në Lushnjë. Ndërkohë, sa i takon patronazhimit tek shkolla Minduraku, kemi të bëjmë me shtetasin KP. Për arsye etike nuk po e them emrin, po besoj ky informacion do t'i kaloj edhe organeve kompetente, është punonjës i IMT-s ose ish policia e dikushme ndërtimore e bashkisë kjo. Ndërkohë nuk e di nëse e kam gati Andi Labutin për të parë këtë